Bismillahirrahmanirrahim, frymëzim për punë të mira. Lexova një status nga hoxha i nderuar profesori Kujtim Mirzo, deshta ta ndaj edhe me ju një pjesë të ajetit pra të surës ajeti 78 të surës Anbiya. Wa awhayna ilayhim fi'lal khayrat. Dhe i frymëzum që të banin vepra të mira. Është fjala për pejgambert e Allahut, pra dhe ne u shpallëm, u frymëzuma aty në Ibrahimit, Isakut, Jakubit me bo punë të mira. Disa mësime dhe urtësi nga ky ajet. U frymëzova nga ky status i hoxhës së nderuar, andaj dëshiroj ta ndaj edhe me ju. Allahu na dhash sinqeritet në çdo gjë. Pra, mësimi urtësia parë në një. E mira është udhëzim, hidajet nga Allah. Që do thot, çdo njeri që arrin me bo punë të mira, Allahu është ai që ja ka lehtësu dhe ja ka dhënë udhëzimin drejt punës mirë. Për këto duhet me falenderu Allahun azza wa jalla. Bëni një punë të mirë, dije që Allahu ta ka mundsu, thuaj elhamdulillah. Mësimi i dytë, veprat e mira janë pjesë të misionit besimtarit. Besimtari duhet ketë gjithmonë qëllim kryesor në jetë që t'jetoj me punë të mira, të boj punë të mira, sepse kjo është rruga e pejgamberëve të Allahut azza wa jalla. Bone mirë, pejgambert kanë bo mirë. Bone mirë, e kin ndjek rrugën e pejgamberëve dhe model i kemi ne vetëm ata. Mësimi i tretë, mirësia është shumë lloj. Fjala el khairat përdoret pra të mirat është shumë. Kupton, ka kuptimin çdo lloj mirësie, adhurim, ibadet, sjellje të mira, ndihmë ndaj tjerëve, drejtësi, butësi, bamirësi, humanitet, solidaritet, etj. Mësimi i katërt, lidhja me Allahun është përmes punëve të mira. Sa më shumë të punojmë për të mirë, aq më shumë afrohemi te Allahu. Pra, bon mirë, je afër Allahut. Pastaj, e fiton kënaqësinë e Allahut. Pra, veprat e mira duhet kërkohen edhe me dua dhe me lutje. Mi thonë Allahut, o Allah, ma bo të mundur me bo punë të mira. Kur Allahu don, ta mundson me bo punën e mirë. U frymëzova nga statusi i hoxhës Kujtim. Desha me nda me ju, Allahu e shpërblet për këtë status që na frymëzoi për këtë veprim dhe dëshiroj që kjo video t'jetë frymëzim për mu dhe për ju që të bëjmë punë të mira. Allahu na mundsoft. Allahu na lehtësoft punën e mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi